Numri i lindjeve në maternitetin e Vlorës vijon të mbetet i qëndrueshëm nga viti në vit, duke mos shënuar rënje të ndjeshme, pavarësisht sfidave demografike që po përjeton vendi. Ky është një lajm pozitiv për qytetin, por edhe për qarkun në përgjithësi, ku institucionet shëndetësore vazhdojnë të ofrojnë shërbim për nënat dhe foshnjat. Lajmin e konfirmon shefja e maternitetit të Vlorës, Sofika Xhelilaj, e cila shprehet se edhe këtë vit trendi i lindjeve ka nisur mbar dhe nuk vret një rënje theksuar krahasuar me vitet e mëparshme. Një stabilitet, pak të nuk kemi rënje drastike, por të shpresojmë dhe të shërbejmë mirë dhe derën gjithmonë do ta kemi hapur për të shërbyer sa më mirë. Sipas shefes së maternitetit, kjo situatë tregon se pavarësisht emigracionit dhe ndryshimeve sociale, Vlora po ruan një stabilitet relativ në lindshmëri. Gjatë muajve të parë të vitit, materniteti ka regjistruar një fluks të qëndrueshëm lindjesh, ndërsa stafi mjekësor vijon të jetë i angazhuar maksimalisht për të garantuar shërbimin cilësor dhe të sigurt për çdo nën. Po, këtë vit ne ishim pothuajse nuk kemi rënje, por në një rritje të madhe jo, por nuk kemi rënje. Domethënë 600-700 ishin vjet, 650, 670 jemi si vjet. Ndërsa këtë vit që aktualisht po ke filluar mbar, të themi, të shpresojmë. Megjithatë, shefja e maternitetit të Vlorës, Sofika Xhelilaj, thekson se faktorët të tillë si largimet jashtë vendit, por edhe planifikimi familjar, kanë ndikuar në uljen e numrit të lindjeve në vite, një fenomen që nuk është izoluar vetëm në Vlorë, por shfaqet në të gjithë vendin. Kemi thënë gjithmonë që shumica janë të larguar, shumica i planifikojnë dhe nuk duan më shumë se aq sa mendon familje. Këto janë problemet e secilës familje për planifikim dhe për menaxhim të përbërësve të saj familjar, ne kemi detyrë që t'u shërbejmë sa më mirë atyre. Pavarësisht këtyre faktorëve, materniteti Vlorës vazhdon të funksionojë me kapacitet të plot, duke ofruar shërbime bashkëkohore dhe kujdes të specializuar për nënat dhe të porsalindurit. Drejtuesit e institucionit shprehen se investimet në pajisje, por edhe stafi mjekësor, kanë ndikuar drejt për drejt edhe në rritjen e besimit të qytetarëve. Shefja e maternitetit përcjell edhe një mesazh për çiftet e reja, duke inkurajuar ata që të mos hezitojnë, por të ndërtojnë familje dhe të sjellin në jetë fëmijë, pavarësisht vështirësive ekonomike apo sociale. Çiftet e reja po them që ardha e një fëmie ndryshon çdo gjë, pavarësisht se ndonjëherë na gënjen mendja për të bërë këtë ose atë, por ardha e një fëmie ndryshon shumë gjë sepse është një dashuri pa kushte dhe që të ndryshon komplet statusin e familjar. Mbështetja për nënat dhe fëmijët vijon të mbetet prioritet, ndërsa stabiliteti i lindjeve në Vlorë shihet si një sinjal pozitiv për të ardhmen demografike të territorit të Bashkisë së Vlorës, pavarësisht se për shkaqet sociale dhe ekonomike dihet që numri i lindjeve është i ulët krahasuar me vitet e mëparshme.